Shumica e njerëzve do mendojnë që 20 followers janë shumë pak. Por nëse ti nuk krijon relata me këto 20 followers, për t'i pyetur, "Hey, përshëndetje, faleminderit që më bë follow." A mund t'i pyes çfarë ju bëri të më ndiqni? Pra ta hapësh një bisedë. E zëm se ke 20 followers, i dërgove një mesazh, "Faleminderit për mbështetjen tuaj, çfarë të bëri të më ndiqja?" Kjo është një mënyrë që ti nuk thjesht do një follower, i thua një falënderim, dhe kjo bisedë mund të shkojë që, "Oh, më pëlqeu video që pash, ose më pëlqen këshillat e graphic design që ju keni ofruar." Atëherë ti mund të vazhdosh, a keni një biznes, a keni për momentin një social media manager, çfarë vështirësish po hasni në graphic designer, a jeni të kënaqur? Nëse ti nuk bën biseda, relata dhe jep një shtys followers të tu dhe 10 veta të kesh në muaj, atëherë çfarë kuptimi ka që ti po rrit një audiencë? Nga ta 10 veta, nëse ti bën bisedë, tamam sikur është një person që ti e ke në një event dhe po flet dhe shikon si një person që mund të kthehet në klient, nëse ti nuk bën një bisedë, nuk i shtyn të bëj një bisedë, i bën pyetje dhe nuk i jep një farë këshille falas, ata persona nuk do kthehen në klient, do rrinë aty si follower. Por nëse ti i ushqen me mesazhe, me pyetje dhe mundosh t'i japësh një këshill falas, mund të thosh, "Hey, mund të bëj auditim falas të logos tuaj. Se keni dëshirë, më dërgoni logon tuaj dhe unë do të bëj një auditim, çfarë mendoj unë, dhe më tregoni pak për biznesin tuaj." Ata tregojnë pak për biznesin, misionin e të thonë, "Okej, sipas ato që më the ti, mendoj që loga juaj ka këto probleme dhe këto gjëra do sugjeroja. Do doja që loga juaj të kishte këto ngjyra, bla bla bla. Nëse doni, mund t'i ofroj një propozim."